nana jeme, nana jeme, s'jeman dynja, jenë zemrën teme. Kësaj lahije dhe me thonë që ka shkru ka qenë shumë e vështirë për mua dhe shpesh herë kam kajtë. Nana është dhimbje e madhe, kështu që nuk i dalim hakesh asnjëherë. Unë edhe i pi dohanin edhe dikon në mes Ramazanit. Fillova me vërtit. Nuk më boni za, nuk më foli dhe me thonë, më këshyri e pavë që më ka rokaj. Ta janë në veç pak. Nona ta jetë e ninu për Allah, ta nuk ban ta edhe me vërtit ta dhe me ninu. Ta mi nëzirë të lashrat dhe shpis. Dhe një nafsh ta një nëje për vete, për Allah ta me se një në për neve. I fali 5 vakte namaz. Nashta nuk jam as fetar sa edhe dohet me kanë. Unë me kanë e kësha bu 4 muaj Ramazan. E du këtë mujt bekumi. Para 20-30 vjetë kemi pas shumë komunista mrena për mrena. Dhe në familje tona në pojza që kanë thamë nuk s'ki nevoj me një nuje shumë i ri, pëse për një nanë. Rezetar të në gjithë Kosovën bin pranë verën e deçan, djen lehan shtrit këtë dhe, knohët konga nuk pushon, se luani e shkelzeni, janë badjel, janë bahan, drit bajnë bigë logjan. Se luani e shkelzeni, janë badjel, janë bahan, drit bajnë bigë logjan. Drejtësia kësaj here po mdoket ja ka huq me të madhe. Mahën dhe me thonë prej një vendi ose prej një shteti, prej një Evropë që ata vetë na kanë ndihmu, do me thonë, ata janë të luftu vetë vetën. Se shkojnë me atë motën që qëllimtarë tonë janë fajtor atëherë, ta pse na kanë ndihmu vetë Evropa, nuk është dashur me na ndihmu neve, kriminalët nuk ndihmohen. Me lemi shpirtit tem, drita jem, syni jem, zemra jeme, ndashnira, qka të thosht ti unë ka me ba. Edhe i bajt. Janë martu edhe kanë dëgju kakra ndashti e vjetë. Jo, pse qa do me thotë, s'kisha kënume, nëse... Jo. Se më koni martu. Jo, po si më koni me 7 vjetë, se më koni martu. Po në nuk e di sa vjetë i ke pas këtë fillu me kënu kështë të tamën. Po, unë kom kënu para se më martu me Lulën, edhe që jam martu me Lulën, edhe tash që jam bashkë me Lulën ka me kënu, absolut kort Lulja nuk e ka marrë ata për... Qa ka ndonë skenë, dhe me thonë, unë nuk është që kom bo skena që nuk... Jo, aje nuk jënë kanë prej te, në ceka, jënë kanë prej vajzave që jënë kanë në klip. Po, tash të ato i kam bo valzimet e vetë, unë kam qëllu rasështë. Unë e qëllova, se s'dësha. Se s'dësha, me rajtë, aty më pa ta qëllu. Tupo. Përshëndetje miq të gazetës Demos dhe podcastit Tupo të Bomin, se po takohem edhe në këtë javë. Sot me më bësh në studio është dikush që e keni kërku jashtëzakonisht shumë, e që sado që delë për intervista, apet është i kërkushëm. Kështu që kështë tjetër pos medias. Përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Nira shumë e lumtur që je sot pjesë e podcastit me neve, pa marrë parasysh që Ramazan gjinu shumë po vrehet, që i na halo pak si plot. Ani pse ditë e para, po mirë. Mirë shumë. Te gjatë gjithë kohës bjen më konë levizje, sa në Gjermani, sa në Kosovë, sa në Zvicër, qysh po do me jabo për këtë Ramazan, ka dhe më konë më shumë? Si qdo Ramazan tjetë, do me thonë që i kom kalu dëri tash, kam qenë shumë levizje. Shkojnë për venat ndryshme, Kosovë, Macedoni, në Zvicër, Gjermani, edhe këtë vetë, do me thonë, njëjtë në gjako me bo. Sa të bëjmë o tu, kështu që është këtësi. Shumë mirë. Kështu që Ramazani i soti është që jetu e agjeru kështu. Se vetë se e kuptum që jetu mojtë Ramazan. Për bes nuk e di. Ka ndodhë që e kam prish në njëherë edhe gjatë sezonës të verës, kur ka qenë, dhe me thonë, faza e sezonës të verës, dhe me thonë që nuk ka mujtë me agjeru, se për ndryshe gjithmonë e kam agjeru me atë monin sakrifit, gjysh ka mujtë unë. Qysh të nëzën Ramazanin, qëfar ndjenja shki për Ramazan, se gjithë se cili njeri të qysh e përjetën ndryshe, e pret hastret, normal, pa marrë parasysh se qysh, po ju që e një artista e keni me një farforme, nështë pak ma ngarkune edhe me pa tjetër që ju nëzën ndryshe. Për para nështë kemi mendu pak e mundimshme, po vjen Ramazanit tash do të me agjeru. Unë tash me tonë drejti me nëzispres me ardhë, kështu që
Edhe këtë vit erë shumë shpejt, inshallah gjithmonë vinë kështu shpejt që unë me kane kisha bu 4 muaj Ramazan, sepse e duket mujt bekumit, cili edhe na pastron shpirtërisht, edhe moralisht, edhe njerëzisht, edhe është shumë prej mujve të veçantë, edhe shumë muj mirë, kështu që unë e du shumë e të shmoj edhe me zi s'kam prit me më fut prapë. Ndryshon në orari, në Kosovë është ndryshe, në Gjermani është ndryshe, në Zvicër është ndryshe, dallon, a pe ki problem këtë pjesë, masi që të bjem veç me udhëtu? Jo, kur e filloj atje ma vonë edhe fluturoj për Prishtinë, për shembull, zona senior ma herët për iftar këto. Për ku atje do me thonë është gjithmonë një orë ma vonë, është iftari, sidomos në pjesën ku unë jetoj në Freiburg, do me thonë dallimi mes Prishtinës edhe aty, do me thonë është një orë, fix. Qysh e mon men që shukon ma herët, se nështë ati edhe më një farformë edhe na kërë na konë vetë vegjër, edhe në kom përjetu qatë pjesën që kërë na konë vegjër nuk na kanë lonë me agjeru, jo se ju e një fmi, jo kështu, po u konë një farë lezeti ndryshë nëse muna me thonë. Qysh e kujtën qatë kohën para nështë 10-15 vite? Po, ka ma shumë se 10-15 vite, do me thonë, kur na kanë thonë masazhirani, do me thonë, në atë ku kanë jetu. Nuk dishta me kallëzu që i pak ma i mëqëm. Jo, së është prata, jo se. Në atë ku, do me thonë, kur kanë thonë masazhirani, unë për veti, sot e kësha këshillu, gjdo njeri që nosh me agjeru, sepse është një sen shumë i knasshëm për trupin edhe për njerin, vetë. Këtë njerë, para që e the një kohë, po flasim para 20-30 vjetë, kemi pas shumë komunista mrena për mrena, dhe në familjen tona, dojza që kanë thanë, nuk s'ki nevoj me një nuje shumë i ri, pse për një nanë, kurse sot është ma ndryshë edhe një nanë, dhe me thanë, mund është me këshillu për me një nu, jo me këshillu mos me një nu. Po du me të pytë sa është mi da fetar, mas të veqenja të Ramazanit e mojna pak të qke pjesa e fejes, edhe po du me të pytë, a e praktikon edhe namazin a veq e mojnë Ramazanin? Po, i fali 5 vakte namaz, po nështë nuk jam as fetar sa edhe do të me kanë, mirë po falë Zotit i fali 5 vakte namaz, agjeroj, mundona me bo mirë, me këshilu gjanat mira, me ndimu njerëzit nevoja, këto janë, kjo është prioriteti jetës temë. Sa ko ke fillu me bo namazin? Jam falë edhe për para, mirë po jo 5 vakte namaz, kështu që po bon 2 vite që kanë fillu vitin e 2, do me thonë, që do me thonë i fali 5 vaktet. Ti pavarësisht që jene përmbrojme muzikore, kënon muzikë të ndryshme, po ty ke fillu pak edhe me ilahia. Kena është që ke arsyeja që edhe ke fillu me bo namaz, ma ndej edhe me bo me ilahia. Jo, ilahit më kam pëlqy gjithmonë, edhe kur për para, do me thonë, që s'kum lansu vetë në rrjetet sociale, do me thonë, për mediat sociale, që nuk kam lansu ndë një ilahi, prapse prap i kam këndu me qef, në për venet ndryshme me shoqni, në për nejat ndryshme, në për kohët Ramazanit e kështu, i kam kënu me qef. Nuk është që kam nisë, të me thonë, absolut i kam këndu me qef, ilahit edhe i këndoj prapse prap me qef. Mirë po tash, në këtë periud, të me thonë, periud Ramazanit, ja kom qitë si kusht veti me bo gjithmonë ka një ilahi për njerëzit, do me thonë, që kanë qef me i dëgju ilahit. Nave që dina që jemi Ramazan. Se 11 muj tjerë, po që s'kon tjera, do me thonë, tu një varkongë dashnije, ku ta dion, edhe një muj Qysh Ramazan mujtë e pra me bo ati. që to, atë patë që si komente, qysh bërë 11 muj, me këse bërë një muj Ramazan. Po, A ka pas komente tilla se na si popull nuk na vjet ama qysh. po falë Zotit nuk na ka kufizu neve veç me një muj, me na fut me një muj, mrena dhe me na lonë, vetëm në atë muj, në 12 muj kem, dhe me thonë 11 muj je i lirë me jetu jetën tane, se jo që je i lirë, dhe me thonë muj Ramazanit të ngushton që mës me jetu, mirë po 11 muj tjerë, je ma i lirë këti muj i kushtojnë pak ma shumë rëndësi edhe nuk më prish punë se çka thojnë tjertë, se me çka mirë nonë se çka bëjnë. Unë e kam jetën tem, e këshy revizionin tem, e ci drejt rrugës tem, edhe kështu që prapë se prapë arri aty ku unë kam dëshirë, falë Zotit. Kështu që nuk muna, edhe pse e di që jemi në Ramazan, edhe pse e di që e ki problem, nuk muna pa ton, a mund është bërë një strofë në ilahijes më na këndu.
Pa marrë parasysh, pa problem, po marrë të cilën dush. Për momentin e kam një këngë, jo një këngë, një ilahi që e kam bo për nanën, që tashmë veç është lancu, edhe një pjesë të sajna e kisha këndu me qef. Neve nuk në karo më taku ma herët, kështu që ngushtime për nanën, inshallah jo në gjenet, banure e gjenetit, e na kena ndirin me dëgju prej teje. Faleminderit. Ah, nana jeme, nana jeme, s'jeman dynja, jenë zemrën teme. Ah, nana jeme, mos undafshim në gjenet, miru pafshim. Është pak ma e ram, pak ma i ka da fjallë shumë trana, është një ilahi që me të vërtet më ka prek mund, shpirtnisht më ka prek, po edhe njerëzit tjerë, nana është dhimbje e madhe, kështu që nuk i dalim hakesh as njerë, as që kemi bo për ta, as nëse mundohemi prap me bo, as me ilahime, as me as një sen, nuk i dalim hakesh nanës. Sa ke e fështirë, po du me të pyt me thurë Vo. vargje dhe të pas parasysh që është një kohë tepër e shkurt, prej kur ka ndru jetë, po sa ke e fështirë në shta, për ty? Autori i kësaj ilahie dhe me thënë që ka shkru vetë dhe ka bo është Fatmir Muja, është një prej autorëve tekstshkruesve më të mirë shqiptar që kemi pas dhe njerë, edhe une kam bashkëpunu edhe për para me to, edhe tash mirë po këta të nanës dhe me thënë olem bashkë edhe filloj me normal që i ka shpreh dhe ndjenet e veta shpirtnore edhe gjatë punimit këngës normal që ka qenë shumë e vështirë për mua dhe shpesher kam kajtë edhe gjatë ty e dëgju vetëm tekstin, jo vetëm ty e këndu ose ty bo provë ose ty mirë po kam kajtë edhe gjatë tekstit ka shkru edhe në fond edhe më kërkoj falje edhe kërkoj djes për ato që dhe me thonë që e niva vetën unë në atë gjendje që shpesh herë kam kajtë gjatë gjerimeve, gjatë montajët, gjatë incizimin në studio, edhe më kërkoj falje. Mirë po, prap aje ka bon një gjahë shumë të madhe, madhështore, që mu ka befasu me të mirën që e ka bo, edhe besoj që njerëzve do t'ju pëlqen të ardhmen edhe ma shumë. Është rënë me këndu këto kanë, sidomos vetë, kur e këndon për një person të familjes tonë, ose je vetë këngëtar, një thash edhe tjerve, për juve thash është ma let, ju për dëgjani me vesh, dhe me thonë njerëz të familjes, kur e dëgjuni, janë se me kajtë, thash ju po e dëgjani, edhe thash po është rënë për ju, po unë thash edhe ku me punu vete kam punu se, vete kam kënu edhe vetë po do të me bo klimin, kështu që për mo është pak ma e rënë, mirë po, është pjesë e jetës. Po edhe kjo është pjesë e jetës. Në qëfar do moshë që i kishe hu prap se prap i shkon humbje e madhe? Normal. Po, cila është diçka një fjallë ose një këshillë që ta ka japë të në kohën, edhe masi që hynëm direkte që këtë temë, se nuk është dishta me prejka që në direkt këtë temë, bile me fillim. Një sen shumë i mirë, masi edhe që jem në mujnë e Ramazanit, the për para që kam një nu. Unë edhe i pi dohanin edhe nuk e harroj me një nanë, të me thënë, në Ramazan, nuk e di ka qenë mesi Ramazanit, fillimi, nuk e di, dikon në mes Ramazanit, duket edhe fillove më vërtit, edhe e din edhe shoqënia dhe familja, unë jam pak njerë, pak me nerva, pak më nervikoz, nëse t'jep në familje, edhe zdi qa u bona nërvas fillova me bërtit, edhe nuk më boni za, nuk më foli, dhe me thonë, më këshyri e pafë që më ka rokaj 2 orë që para iftarit, duhani ato, nuk më foli, Rametlik, e hetë që më këshyri dhe masi kaloj iftarit, dhe me thonë, bërëm iftarit më thiri në kuzhinë, ta janë në veç pak. Në ta jetë e ninu për Allah, ta nuk banë ta edhe me bërtit, ta dhe me ninu.
Kam ju nëzirë të lashrat dhe shpisë. Dhe një nafsh tani në e për vete, për Allah ta mëseli në për neve. Ta se na kushdojme një noj me vetë. Edhe kështu që ka qenë një këshillë shumë e mire saj, edhe ma prej atëherit, sinqerisht të thonë prej atëherit, njetë dhe me thonë, nështa, nuk po thonë tash a je vlijaja që jam bo, po prej atëherit dhe me thonë e ko marrë shumë ma ndryshe Ramazan edhe absolut nuk bona nervos para iftarit. Nëse bona nervos tërhekna. Prej ati ven nuk është që i nxjerë dykujt të dash, ose bëj nëj veprim që zbahat. Kështu që shumë mirë, pas ke reflektu, pas ka rënë nona, që pas ka thonë një fjallë, pas ka vetë bëtë Fjallë që vesh. ka vetë kry. Kështu që shumë mirë, po më vjen mirë. Para disa ditëve ka edhe një protest në këto në Prishtinë, për e shkrerë të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, edhe ke qenë pjesëmarrës në atë protest. Si vëllem për me të pyet, që shumë ndjeve në atë moment, e mandi me kalu të disa lajme të tjera, disa momente të tjera të asaj proteste. Po, me të vërtet, sinqerisht po të thëmë, unë shumë, një përshtypje shumë të mirë më ka bëj, ai grumbullimit të aty një njerëzve, ka qenë një protest shumë e mirë, e qetë dhe me një mesazh shumë, shumë të madh, dhe me thonë, mes gjithë ati popullit, dhe me thonë, ku me të vërtet kanë qenë një masë tërmuse, njerëzve, një masë shumë e madhe, ma ka lanë një përshtypje shumë të mirë edhe besoj që kemi qunë një mesazh në vend ku do të me shku, me të se do të edhe ma shpesh me u grumbullu e me bo kësi gjana dhe me thonë ma të na për me qu mesazhin në vend sepse e kam thonë edhe atë ditë para media, po e thonë edhe sot nuk jo mund ai që gjykoj, se para gjykoj, mirë po drejtësia kësaj here po ndoket ja ka huq me të madhe, sepse na e dim që në Kosovë, dhe me thonë, janë sërbët shkijet, me plot kuptimin e fjalës, e thash në mënyrë letrale sërbë, për mirë po ata janë që neve na kanë sulmu në tokën tonë. Na vetëm jemi mbrojt edhe kështu që me qenë bankën e të akuzurëve qlirimtarët e këtij veni, për mendimin tim është e padrejtë shumë. Ty po besoj ka ra edhe më njoftu me na njënin prej tyre që veç janë atje edhe me pas kontakt. Personalisht. Po, çfarë raporte ki me ta, ose a ndjen mall për ta të e pas parasysh edhe po thunë njihesh personalisht me ta ki kontakt prej afërmi? Po normal që unë kur e shon vetveten ose e qes vetveten, do të thon familjet e tyne që me sa po bën mi 5 vite me sa 5 vjet e 3 muaj. Po. Normal që mungojnë edhe mu, mirë po duke pas parasysh që familjes tyne mungojnë, por zgjalli edhe nuk i shohin, do të thon edhe mahën, do të thon prej një vendi ose prej një shteti, prej një Evropë që ata vetë na kanë ndihmu, do me thonë, ata janë të luftu vetë vetën, janë të kritiku vetë vetën, sepse nëse shkojnë me atë motën që qëllimtarë tonë janë fajtor atëherë, ta pse na kanë ndihmu vetë Evropa, nuk është dashur me na ndihmu neve, kriminalët nuk ndihmohen. Kriminalët, do me thonë, nuk i kanë venin ose nuk do të me ndihmu, këta s'kan pas nevojë me na ndihmu, e pra tash me na gjyku vetë. Protestja përmenet që pat jashtëzakonisht shumë njerëz atë ditë edhe kanë prej trojeve edhe vendeve të ndryshme edhe të Kosovës edhe të Shqipërisë, po cili kanë ai moment ose ndaj deklaratë dikuj që për një me të bani me undi keq atë ditë, ose të mërziti me një farforme. Se ka pas deklarata të ndryshme edhe për familjarëve të tyne. Ndryshme, po mendon të liderëve tonë që janë atje. Po. Prej se ka qenë, gjitha kanë qenë fjalime shumë me vend, shumë fjalime interesante, dhe me thonë, edhe me plot kuptim. Prekse ka qenë pak e regjës, do me thonë, që më ka prek kështu pak ma shpirtnisht, se ka qenë pak ma e dhimbshme, fjalimi pak ma e dhimbshëm, mirë po gjitha kanë qenë me të vërtet të matuna edhe të sakta ashtu siç i ka hije një çlirimtari. Ti ke bu këngë edhe për UÇK-n, mande ke bu këngë edhe për dëshmorë të ndryshëm, pa më parasysh që ti je ani i Dugaxhinit, ju ke dediku këngë edhe rreshta dhe bashkëvendasve këtu, kështu që qysh është me kënu për një patriot?
ose për një dëshmor? Pyetje shumë e vend. Derisa kam filluar me kënu, këto këngë me të vërtet nuk e kam asun se kam ditë. Është kënaqësi për një këngëtar, është kënaqësi për me i kënu një dëshmorit këmbit vetë. Unë qysh në atë kohë do me thanë, kur kam fillu me këndu, edhe ndër këngët e para do me thanë që i kam bo patriotike ka qenë kënga Adem Jasharit. Batës Ademin, batës në Hams, ne i kem flamur. Është duket me njerë mas luftës, apo në kohën e luftës, kur ka qenë Macedoni, mas i ka përfundu lufta në Kosovë, me njerë në qatë vit, do me thonë, është dale e këngë, edhe prej atëherit e deri sot nuk jom dalë, do me thonë, kom këndu shumë, nashta jo shumë, po kom këndu me qef, dhe këngë patriotike i kënej shumë me qef, pa marrë parasysh se cilat janë ato, po i kënej shumë me qef. Ajo në të mijat, ajo në dojë kolegu të i kënej me endje me qef. A ka në i këngë që nuk mundesh me kënu? Për shembull që e ke kënu vish një herë kur e ke bush atë këngë dhe ma ke thonë në këtë këngë nuk me kënu, nga në kush dani në për YouTube. Po, ka pas për shembull, është kënga e nanës, jo kjo, ilahia, po kur e kemi bosh një këngë e nanës, o nan, ti gjithmonë ke dasht. Dhe me thonë, kur e kemi kënu këto, kam thonë, për zgjalli, atëherë kam thonë, nësë ne kënoj tash toks, ku qysh e këna njeri këta live, s'muj me kënu tash se me ndjenja, me emocion. Ka këngë, po prap se prap. Prapë se prapë vazhdojnë edhe me kënu. Vaj burit është kënga. Këngëtari mas mirë të mjetë këngës. Kjo është shumë e bukur. Kjo është shumë e bukur. Kështu që edhe Kështu që kënane gjami vetë me kënu. vajtu. Mas të jena të dëshmorët, unë e di që e kini këngë, e përmena, jo rastisht e përmena që i rafsh Dugaxhinit, ma ndej edhe që ju ke dediku këngëve patriotike dhe bashkëvendasve tu, kështu që ki këngën për vëllezërit Haradinaj, kështu që apet se po thamë pëmpje mu potencu baja gishpesh orë Ramazan, mësë është një djallin me kënu, po... Jo, nuk është problem. Unë vëllezërit Haradinaj, që do mos Ramushin, General Dautin, dhe me thani kam edhe meq edhe të tjertë, vëllezën Vrashin. Me gjithë ta kam raporte shumë të mira edhe raporte familjare. Raporte shumë të mira, unë i vlerësoj për çdo sakrificë që kam bo për këtë vend, jo vetëm unë, po krejt shqiptarët, kudo që janë, du t'i vlerësojmë njerëz që kam bo për këtë vend, du t'i vlerësojmë, du t'ja vdhom një mbështetje më të madhe, sepse po ndoket që javë kena arrut mirat, nuk është që gjithmonë, me thonë, se dikush thotë, jo po pse, veç po thuni këta, uqe kjo, do me thonë, ata janë ata që na kanë shliru, kështu, nuk është që rastisht jemi shliruna. Kështu që unë mendoj që du të mjë dhonë ma shumë dashuri, prap se prap, edhe pse shumë gjana kanë do që kanë dalë jashtë normalit që poplin e kanë shqetësu, mirë po familja Jashari, familja Haradinaj, shumë familje në Kosovë janë që me të vërtet du të me vlerësu deri në maksimum. E unë kam respekt veçantë për atë familje, i dujt shmoj edhe dash zoti që prej tyne të bëhet një Dugaxhin tjetër, le të shtohen sa ma shumë. Inshallah, pse jo? Rezetar dan gjithë Kosovën bin pranë verën e deçan, djen lehan shtrit këtë dhe, knohet konga nuk pushon, se luani e shkelzeni, janë badjel, janë bahan, drit bajnë bigloxhan. Se luani e shkelzeni, janë badjel, janë bahan, drit bajnë bigloxhan. Nëse kështë du bjësë. Shumë mirë, ja, ka shumë mirë. Kështu që shumë faleminderit unë pata nderin ngu këtë këngë prej teje kështu live, ta më live, se po dhe lëshonane për zyre, po di hava. 100%. Kështu që po më interesa me ditë komentet e familjarve, ose tramushit, ose dikujna për djemve, në momentin që është publiku kjo këngë. Po, kanë qenë... Se zakonisht të di që me edhe leje për ty në edhe me bu. Për kryetarit, për shembull, kanë qenë shumë fjallë miradije, shumë fjallë të mire, dhe me thonë. Më ka thonë shumë fjallë të mira,
kemi pas një bisedë jo të gjatë për këtë këngë, mirë, po është falenderu në mënyrë më të veçantë, po nuk ka pas nevojë, do me thonë, unë sot po e them që s'ka pas nevojë me u falenderu për këtë punë, sepse na, jo vetëm unë, po kolegët e mi edhe gjithë, ja kemi me borxh për mi u knu dëshmorëve, për mi u knu vendit. Ato që mujna me bo, pse mos me bo, kështu që mirë po, gjithë familja, deri sot, dhe me thonë, më kanë falenderu për këtë këngë dhe janë mirë njohës shumë të baj. Unë e pëtu me ka lutë një pjesë tjetër dhe ju rasisht e kom lonë që kënira ka fundi për më përmen. Është pak që ke pjesa e muzikës, ka ndruat, po doket edhe ty që ka ndru muzika. Nuk është muzika që keni bojo para 20 vjetë, para 15 vjetë, sikur muzika sot. Nuk e di, ka ndru edhe veshi, edhe veshi njëtë, po ndodhit ka ndru. Jo, me thonë drejtën, gjithë shka ka ndru, prej 15 vitet e mas, ka ndru shumë. Unë jam mundu gjithmonë, gjatë gjithë kohës, me shku me kohën, se qa ka nëzirë tjetë drejtë, do me thonë gjithmonë jam mundu me shku, bashkë me kohën, bashkë me ata që ka të dojnë me dëgju, dhe gjithmonë non-stop e kom zirë ata që është në trend për momentin. Nuk i kom ik asaj temës që kom bo prej fillimit, s'ka mik asë njerë prej asaj, mirë po jo mundu gjithmonë me arë me kohën. A menon që muzika që e keni bojo, ju rasisht kthehet edhe bëhet viral apet në ditë të sotme? Po, unë mendoj që shumica e këngëve, për shembull, në për shumë vene që unë shkoj me kërkujmë këngë të vjetra, para 20 vjetë, 25 vjetë, para 10 vjetë, para 15 vjetë. Unë mendoj që është edhe një farë nostalgjie, sepse sot rinia, do me thonë, normal që i dëgjon edhe këto trejat me qef, po ata që i kanë dëgju këngët tona ma herët, do me thonë që kanë qimë fansa të tërë shumë, edhe sot që janë, ata do me thonë, nështë është që nostalgjia e ty, do me thonë, i kërkon ma shumë këngët e vjetra. E këtu treja, do me thonë, rinia sot, po i dëgjon me qefon, po i shonë në përmramje ku shkoj, ku këndaj, do me thonë. Ti përmend e këngët e vjetra, cilë është një këngë e vjetër që zakonisht ta lipin në çdo mbrëmje muzikore që ti e vrejnë? Po, unë kam shumë këngë që me të vërtet kam pas fatin me u bo hite, janë kënga dashni, hajde me mu, me lemin, ka shumë këngë që mi kërkojnë edhe sot. Ti e përmend e këngën Atë dashni, kështu që veç kesh të të pritë se kur je ka e përmend, dishta me ta bo një pytja me për qëtë këngë. Qysh në atë kohën, kërë njëm kone vogël, unë e vetë e moj men, njerëzit u martëshin, edhe u qeshin në gëshin këngën Atë dashni e vjetër. Po, a di që ka dikush që e shkru një këngë dhe me thonë, silët e qetë në malë, në fush, mundohet me gjetë, me zbulu diçka, edhe në fund këthejet e përmend dashnin me një tekst. është tekst artistik e krejt, në rekull, mirë po, ne e kemi qëllu kështu në pikë. Dashni e vjetër dhe mjaftot, me thotë, s'bot as e rejas. Kështu që ka qenë një këngë shumë e veçantë dhe një këngë shumë e mirë që e kam pranu publiko. Masa ka pranu shumë mirë edhe është shumë e vërtet, janë martu dhe kanë dëgju këngën dashni e vjetër. A ke posë rastër nashta që edhe t'ka tregu dikush ose në shoqëni ose dasmort kur ta kanë kërku këtë këngë? Shpesh, jo, nuk e kanë kërku normal, e kërkojnë edhe sot, edhe pse sot, do me thonë, në përdasma këndojme kërkojnë edhe dhondrë, edhe shoqënia dhondrë, po nuk do të thotë që e kënon dashnin e vjetër tina, se këtë e pas dashnin e reja të, kraj për kraj, nuk besoj që mirë po, Nuk me dina, e kërkojnë. Nuk me di asën që ka bo, vish me lipin halja. E kërkojnë, është pak e pështjellë kjo këngë, po prapë se prapë i bina fi. Unë të thash që e lasht ka pjesa e fundit me përmend që të muzikën se që shobo atëherë. Ti med, kërë ke fillu me kënu, a e koni martun, a se koni martun?
Jo, pse çfarë do me thotë, s'kisha kënu me se... Jo. Se më koni martu, jo, po si më koni me 7 jetë, se më koni martu. Po në nuk e di sa vjet i ke pas këtë fillu me kënu kështë ta mënë. Po martu. Jo, desha me ta bo një pyetje se kohëve të fundit, nuk e di atë kara me pa në TikTok, jo më bo virale disa sekuenca të këngëve të tua që ju në konë hite. Tash nuk e di cila ke sakt njëna këngë, shumë vajza ke pas në videoklip edhe gjithë cila më afër se tjetra, afër teje, po. Edhe ishin shkrimet, komentet që i pash ajo ku qysh e ka marrë Lulja. Edhe për shtat desha me vita e koni martun, as e koni martun kur i ke bërë çdo këngë, ose sa e ka pranuar Lulja ashta u kon. Jo, në atë kohë se di, kur e bëja këngë se di e më kani martum, po unë e kom kënu para se më martu me Lulën, edhe që jam martu me Lulën, edhe tash që jam bashkë me Lulën ka me kënu. Edhe absolut kur Lulja nuk e ka marrë ata për që ka ndonë në skenë, dhe me thona, unë nuk është që kom bo skena që nuk... Jo, aje nuk jënë konë prej teju, në ceka, jënë konë prej vajzave që jënë konë në klip. Po tash të ato i kam bo valzimet e vetë, unë kam qëllu rasisht. Unë është qëllova, se s'desha. Se s'desha, me lajtë në aty më pa ta qëllu. Se që të vishë zonin të djoj. Po jo, absolut, unë kur s'kum pas të lash me Lulën për këtë punë edhe komentët, do më thonë, nuk është që... Sa është ndihmë me pas një partner ose një partnere që të përkranë në rrugtimin tënë. Wow, shumë e madhe, sidomos... Lulja për një me është gjithmonë krahteje. Sidomos në fazën që unë e kom pas, do më thonë, prej 24 vjetë kër i kom pas, 24, 25, deri me 30, 34, 35 vjetë, do më thonë, atë moshën që... Adoleshent, sa është adoleshent? Okej. Në atë kohë, s'ka ka, ajo po, do me thonë, është kanë shumë e vështirë, jo vetëm për Lulën, po për çdo një person, do me thonë, që kështë qenë pjesë e jetës, në shkon vështirë, mirë, po Lulja ka mjeshtru në mënyrën më të mirë. A ka pas në herë në moment? Kur në jetën e vetë, unë e thëmë sinqerisht, asë një herë në jetën e vetë, Lulja nuk më ka thonë pse e bone që të pjesë në skenë, ose pse u keshe, pse tu kesh, pse... Kur njetë, unë jam njeri ma me fatë në botë që ekziston prej këngëtarëve në krejt botën, është ta. A ke dediku këngë Lulës a halja? Po, me hleme është pikrisht për Lulën, po kam edhe këngë tjera, mirë po, kjo është fatë jam që asë njerë njetë, kur s'u ka ndodhë me më thamë, pse qysh ndodhi të ndodhi. Mas jena të Lulja, edhe do me thonë kënga me hlimi u pas ka dediku Lulës, që që pse mësë me... Në vend që me adho kështu një mesazh me thonë na pe thu diçka në kamere, nuk po të thëmë se garantit me lemi shpirtit tem, drita jem, syni jem, zemra jeme, ndashnira, qka të thushti unë ka me ba. Edhe i bajt. Edhe apo më doke që diqysh të të njallë dhe zani, diqysh të normal, me shetë që si e vedoha për këtë ashtë. Kështu që është Ramazan edhe me pa tjetër që po vreje që jena pak ljohën e nashta kështu, po du me të vetë njerë për planet, shka janë planet, i veç që të regove që së fundi me ke realizu një këngë për nanën, po pa marë parasysh, vera është gatë, viti është i gatë, ditë sa ka fillu, cilat janë planet e midis. Po tash njerë për njerë, e përfundoj këtë mujtë shajtë, për kum, edhe unë e filloj, dhe me thonë punën për me punu, me nëzirë këngë treja, tash veç fillojmë projektet, dhe me thonë, kemi fillu ka dale me ndaj ideja të këto, për sezonën e verës që kam e nëzirë, edhe unë gjithmonë, dhe me thonë, gjdo verë kam pas tuja ga një album, deri tash, edhe besoj që edhe këtë vit të të nëzirëm të këngë, që ja vlen me i dëgju, edhe si gjithmonë, dhe me thonë, unë po mundohem për ta, ashtu që që mundu deri tash, edhe besoj që kena me arrit ato që... E keni bo të risat, keni me vazhdo me bo alja, po në veç du me të pytë me darës, ma ka jema shumë atë me nejka Kosova, a me Zvicër, me Gjermani, e kështu me ratë? Jo, gjatë sezonës të verës jemi këto në Kosovë. Ashtë sezona e verës zakonisht e kam kalu në Kosovë, ullqen në Macedoni, për Që që me i dëne pas këm kësajde? treva tona.
edhe po besoj që ka më konë edhe vera e mirë edhe veti mirë edhe për ty. Inshallah do me konë një vetë dhe vere nxehtë. Ja. Po qysh ja, për nxehtë, tana herët verat si gjithmo. Kështu që masi me pi nuk kena mujt kur gjë, as me hangër s'kena mujt kur gjë. Unë kam plan me ta dhoni llokom. Ti ki llokumin të shtëpia, po nuk ta dha çdo lirin. Kështu që Faleminderit shumë. edhe Ramazan, Faleminderit. edhe urime Ramazani, edhe kështu që ju shkon me lisholla. Urime edhe juve, edhe çdo besimtarit fesë islame, urime. Faleminderit Inshallah ka shumë. një këtë mujë sa ma letë. Pa dyshim që Edhe po. pse që mujë i letë, do me thana, vëshe. Moro ka shkoj Po mirë. shkon shumë marë, koha po shkon shumë shpejt. Kështu që shumë faleminderit, u takofshim për të mirë inshallah. Faleminderit edhe për juve, besoj Faleminderit. dhe shpresoj që shifme edhe herave tjera të ju. Faleminderit shumë, Faleminderit. respekt. Kështu që miqtë e gazetës Damas, inshallah se kena me të bësh. Kur gjoj, inshallah s'kena harru me vetën, me dën, na çka, nëse kena harru, mos harroni me na tregu jo, se Ramazani besoj e ka bot vetën. Kështu që kaloni mirë, e shihemi javën e ardhshme tong. Tupo. 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 Tupo.